edhe hallët ose këtë që po kalojmë, keni shfaqur interesim që me përcjell edhe të dëgjuesit e juaj, të cilët I përshëndes përzemërsisht. Padyshim, gjatë kohës jeni bërë lajm për suksese, për gjithçka tjetër, por së fundmi, si duket, ju ka arritë edhe juve të hunda tash me probleme. Keni shfaqur edhe problemet e fundit që si duket ka qenë kulmi gjithçka. Po thon drejtën, na probleme kem që prej themelimit për 22 vjet sa klubi i handbollit Stoku funksionon, po 22 vjet me probleme janë shumë. E vërtetë. Edhe me problemet më bazike, siç janë domethënë mungesa e infrastrukturës sportive, që është kushti themelor për zhvillimin e sportistëve, sidomos trajnerëve. Çka ndodhi tash së fundmi? Duhet me një njoftim I Stoku që e lat hapur mundësinë e tërheqjes komplet nga gara. Thënë drejtën, na kemi paralajmëruar këto para ndeshjes në Portogali, sepse shumë njerëz po e komentojnë si për shkak dëshpërimit të rezultatit nuk ka kjo, nuk qëndron, sepse ne kemi ditë që nuk mund të kalojë më mirë për Edhe keni njoft kush është Madera vëlla. E kemi ditë për dy arsye. Njëra ka qenë arsyeja që skuadra që nuk stërvit 3 javë, pranë ndeshjet niveli I tillë trundi 3 Kupës së Evropës nuk mundet me luajtë mirë. Edhe nën dy ka qenë problemi I mosdhënies vizave për lojtarët që janë jashtë Kosovë, që janë për forcim, sepse në këtë nivel të garave, edhe Madeira që ishim që luajtë me ta, do të thotë kanë lojtarë për gjithë botës. Në këtë nivel të garave çdo ekip përforcohet. Momentin që ekipa përforcohet me lojtarë nga jashtë, do të thotë fjala për forcim që I merr disa lojtarë që mund me bë diferencë. Me shtuk kvalitet. Me shtuk kvalitet. Ne nuk e kemi pas, domethënë atë mundësi, edhe një pjesë madhe të lojës do të thotë kanë luajt disa handbollistë kadete që janë shumë talentuar, janë pjesë e kombëtarës U16 e U17 të Kosovës, po nuk e kanë nivelin që me mujt një ekip me lojtarë seniore nga gjithë Evropa. Edhe do të thotë kjo ka qenë ajo çka është paraqit në lojë, domethënë kemi shkuar të papërgatitur me shumë vështirësi të udhimit dhe me mungesën e një pjesë shumë të rëndësishme skuadrës, do të thotë me 4 lojtarë që janë nga jashtë Kosovës, që ne kemi investuar, kemi pruar për me rrit kvalitetin e ekipës dhe me synimi jon ka qenë që me mujt Madeirën përkundër faktit që kemi të pas bojmë me ne kundërshtar jashtëzakonisht fort, por që dorën zemër na në stok jemi konkurrent denjt, edhe sa herë që kemi luajt kanë ra ekipe shumë të mëdha në stok. Sakt. Edhe mobilizimi, motivi dhe objektivi I skuadrës ka qenë që me bëni hap tutje me mposh një ekip të mirë. Fatkeqësisht do të thotë javë me parë, bënën 3 javë tash ndoshta edhe më shumë, po bën 4. Këtë shtunë dille, një palestër private që na e shfrytëzojmë, që jam falendërues për pronorit, është dëmtu për shkak që u futujt, parketi u dëmtu krejtësisht, dhe na thjesht kemi met në mshirën e fatit, në kohën kur janë zhvilluar edhe balotazhet nëpër komuna ndryshme të Kosovës, sidomos në ato më të afërta që I kem Klinën edhe Pejen, edhe na thjesht 3 javë me shkolla pas një stërvitje. Tash është dimën si me stërvit. Unë nuk jam një trajner I tillë që më mundë me kriju rezultate pas stërvit. Ndeshjen e përgatitin stërvitje. Nëse nuk kam stërvit mirë, këto nuk arrin kërkosh, as më I miri në botë nuk arrin. Unë nuk e di nëse 4, po çata trajnera që unë I kam shok edhe çata trajnera që unë I njoh, gjithë mundohen me jap maksimumin e vet, që me përgatit sa më shumë skuadrën, sepse ndeshja fituhet në stërvitje, nuk fituhet në lojë. Nëse nuk je përgatit, bile trajnerat e mëdhej thonë që skuadra luan ashtu si stërvit. Nëse je stërvit mirë, ki me luajt mirë. Nëse nuk je stërvit mirë, ka 0 shansa që ekipa me luajt mirë. Se ke përgatit skem, ke përgatit taktik. Kur zgjon tash ti po shkon po luan me një ekipë europiane, edhe po pret rezultat, kjo është e pamundshme. Pse erdhi deri te kjo situatë? Çysh është e mundur një qendër e handbollit përqujmë me tënat sukses, me pas në brenda xhirit saj një skuadër si Stoku dhe mos me pas infrastrukturë. Çush është e mundur? Një mendimi jam personal është që na gjatë gjithë këtyre viteve se kemi kriju gjitha këto rezultate të më të larta në Kosovë për këto 10 vitet e fundit, ndoshta jemi konë edhe pak shumë modest, edhe thjesht është kriju një infraklime që s'keni bërë zhurmë. Nuk kemi bërë zhurmë që këta e gjejnë zgjidhjen. Ne e kemi gjithë zgjidhjen për 20 vjet, për 22 vjet, por
dikur që realisht i ka kushtu skuadrës, se o dosh me pagu, gjithmonë i ka kushtu, sepse na tash e 5 vjet u thojmë një orë nditje. Një orë nditje u thojmë për me moj stërvitje. Domethënë në këto kretë këtë periudhë kohore sa na është dash me u përgatit me Madererën, i kemi moj 2 stërvitje. Wow. Njëna stërvitje është mojt në Deçan, që është dash 2 orë gjys me udhëtu skuadra, domethënë 1 orë 15 minuta më shku, 1 orë 15 minuta më orë, 2 orë gjys për me mojt një stërvitje në Deçan. Dhe stërvitja dytë është mojt në Skënderaj, që është një distancë e njëjtë me Deçanin për Istoku. Do thotë këto 2 stërvitje ne kemi arrit me realizu. Tu ashtu edhe kësaj problemin që i kemi pas me viza dhe deri në momentin e fundit nuk jemi pajisur me disa bileta të udhëtimit, na u dash më shku deri në Vjenë me autobus, e pe Vjenë me ndrua. Që shpe Kosovës në Vjenë me autobus, a? Po, pe Kosovën në Vjenë me autobus, pe Vjenë kemi udhëtu për Madeira, edhe do të thotë kjo ka qenë një pej gjitha atyne grumbullime që kanë bërë që thjesht me jo me undi, po me kon kulmi asajna, që një ekip që përfaqëson shtetin edhe bën gjithçka që me përfaqësu qytetin e Istokut në mënyrë më të mirë, thjesht totalisht jemi të pa vlerësuar. Me planën anash. Planën mshirën e fatit, që për mua është krejtësisht e papranueshme, edhe sidomos kur të kemi të bëjmë me një ekip të femnave. Unë nuk e di se për shembull ato vajza të reja, ato janë fëmija e dikujna, që nuk ka ma shenjë si fëmija tyne, se cilës familje, edhe ato në mënyrën më të mirë, në këto kushte shumë vështira, mundohen me jap maksimumin që qyteti tyne me koni përfaqësuar në mënyrën sa më të mirë, edhe vendi vet. Kurse shteti dhe komuna, këtë rast komuna, çka ju afron atyne, as që domethënë këtë moment nuk e di që është tu interesu dikush që na me të vërtet ajo ka kontaktu kur e kemi bë postimin. Ajo ka kontaktu dikush duhet më kon shumë real. Unë kam raporte me gjithë ata në komune, i vetmi person deri me tani që na ka kontaktu është zyra, domethënë kryetari i Federatës së Handbollit dhe zyra e federatës që janë munduar dhe na kanë suportuar, cilëve jemi shumë falënderues, sepse ky ka qenë një shqetësim i madh edhe për vetë Federatën Europiane të Handbollit, se një klub që lun në atë nivelin më të lartë gara, mos harrojmë se klubi Handbollit i Stoku është klub i respektuar nga ana e Federatës Europiane të Handbollit, është mesin e 50 skuadra më të mira në Evropë, dhe kjo nuk është pak. Me kon mesin e 50 më të mira në Evropë, 450 skuadra, sigurisht që është shqetësim edhe për vetë Federatën Europiane të Handbollit. Edhe me metën mshirën e fatit është jashtëzakonisht e rëndë. Po ta them edhe herë që deri me tani jemi kontaktuar vetëm nga Federata e Handbollit të Kosovës, me cilët kemi nesër një takim për fatin e këtyre ndeshjeve që kanë me këtij sezoni, që qëllimi i Federatës së Handbollit, të drejtën unë jam vetë pjesë e federatës, jam kryetari i shoqatës trajnerëve dhe anëtar i bordit, po sigurisht për te kësaj do të thotë nuk mund të dal jashtë mundësive të mia ose me rreziku edhe buxhetin familjar, cilin shumë herë kam rreziku për me mbaj klubin ose me arrit deri këtu ku jemi sot. Dhe kjo t'jap jashtëzakonisht vështirësi. Nuk të them herë, nuk kem asnjë kontakt, nuk e di se si do të përfundojmë gjithë kjo, por për mua, për mendimin tim, unë edhe jo vetëm unë, po të gjithë njerëzit, sepse emri i Stogut i pëlqej kujt, si pëlqej, deshtëm aso nuk deshtëm, qyteti i Stogut identifikohet në Evropë me klubin e handbollit i Stogut. Mos ishte klubi i handbollit i Stogut, qytetin e Stogut, shumica e njerëzve në Evropë nuk e dinë as që ekziston. Sot për sot, nëse në Evropë dikon përmendet i Stogut, ata e dinë që është fjala për klubin e handbollit i Stogut, sepse nën vite me qenë rongën më të lartë gara europiane nuk është pak, dhe kjo ka bën shumë ekipe kanë qenë i Stog, të shumë ekipe kemi udhëtuar ne, dhe është në kontinuitet të këto rezultate, kanë bërë që me u njoftë i Stoku si qytet në krejt Evropë, edhe jashtë saj. Andaj mendoj që të i marr parasysh gjitha këto, mendoj që jo për gjithë sportistët, se ka sportista mjaftueshëm edhe në sporte të tjera në Stog. Qyteti i Stokut është qytet, më thon lirë, është qytet i sportit, entuziast sportit. Na i shohim edhe në përkombëtarët e futbollit, për shembull, ka shumë djem që e kanë zonca të mi, për shembull Arber Hoxha është në zonë si shkollës, në zonë si imi, që sot lum për kombëtarën e Shqipërisë, Mërgimora, të tjera, do të thotë kemi edhe në handball, në sporte të tjera, në basketball,
ka plot sportista suksesshëm, Fatmire Bajrami, mos them tjerë që janë prej stogut që kanë tregu suksese jashtëzakonisht në gjitha sportet. Me një fjalë, qyteti i Stogut është qytet i sportit, por është i harruar në aspektin e infrastrukturës. Unë mendoj që fare mos ishin kon sporte tjera, vetëm klubi handbollit i femnave që me zhvillu edhe me ndërtu një klub femnave është një 3 herë më vështirë se me ndërtu një klub të mashkujve. Ekskluzivisht veç për klubin e handbollit i Stogut mendoj që kam rejtuar më ndërtu një palestër. Ata është 20 vjet po mundemi me ndërtu një palestër, po lejon sportista në rrugë, nuk e di çfarë arsyetimi ka këtu. Atëherë me një ka vlera sa arsyetimi mo. As arsyeti edhe shku ku janë gjithë çka më thon. Edhe është një çështje për mua shumë e rëndësishme. Na nuk mund të bëhemi barr e politikës. Na si klub neve nuk na intereson raportet e partive politike, e qeverisë me komune, ose kush është pushtet ose kush është. Ajo punë neve fare nuk na intereson. Na jemi që me kriju sportist, me kriju kampion, me arrit rezultate. Detyra jam si trajner është me zhvillu sportista të ri, me zhvillu kampion. Edhe kemi arrit me zhvillu kampion sepse për këto 22 vite, më shumë se 30 vajza qytetit i Stogut janë pjesë e gjitha kombëtarëve të Kosovës. Domethënë kombëtarja e Kosovës e ka pas vazhdimsi burim klubin e handbollit i Stogut të kombëtarës së saj. Andaj mendoj që në aspektin nacional klubi i handbollit i Stogut ka merita të jashtëzakonshme. Sepse vazhdimsi për 20 vjet mi jap shtetit të reprezentuese, mi kriju në çdo kurse të vështira, nuk është e lehtë. Veç me investu dikush në klub, është të mjaftueshëm e leje mo, brenda këtyre 10 vjetëve me pas sukses. Çka realisht do të ndodh me skuadrën e Stogut tash e tutje? Për momentin, unë i dëgjova disa që njerëz po mendojnë që për shkak të rezultateve na jemi të mësuar me kriju rezultate të doja, na jemi të mësuar edhe me fitu dhe me humb, sepse prej humbjes vjen fitoria. Neve kjo nuk na pengon. Problemi është që na nesër, që i çdosh na kemi ardhur sot mëngjes disa prompë Maderës, na nesër do të më mbaj stërvitje. Na çat mundsi nuk e kemi më mbaj stërvitje. Na nuk kemi ku unë sonte si krye trajner nuk muj me dhon një urdhër ose ne një njoftim handbollistët mia më thon kemi stërvitjen që ka çorën që të filon vend, sepse na çat vend nuk e kemi. Thjesht nuk e kemi. Na e kemi shtyr për këto 3-4 vet, të ju falenderoj një palestër private që komplet që jemi shumë falenderues zotit Gani Dreshaj, por ajat palestra ka ndërtuar dhe ka lënë funksion ton, nuk e shfrytëzon për asnjë çështje që kur kush tjetër smirë zhvillon aktivitet aty, domethënë vetëm ne e shfrytëzojmë, ajo palestra ka psuar në dëmtim, ju ka prish krejt parketit që bën 50.000 euro, që klubi handbollit i Stogut ato porë nuk i ka. Matutje në çat palestre kemi lujt me kushte na ka pranu Federata handbollit e Kosovës, edhe ne si klub i kemi dikon 6.000 euro shpenzime që i kemi investuar në atë palestër për me bë funksionale me përmbush rregullat e Federatës Evropiane. Na jemi klub, na jemi investitor, për neve janë shumë 5-6.000 euro me investuar në palestra. Kur ka qenë palestra e qytetit në Stog, ne kemi pagesat bankore, fakturat që ne i kemi bon renovim në atë palestër dikon ofër 10.000 euro. Rreth 10.000 euro, nashta pak më shumë ose më pak. Faktura që neve na kërkun nuk mundemi arsyetu se na jemi organizatë jo qeveritare, edhe na jemi misioni ynë është me zhvillu sport. Qëllimi jonë si organizatë është me zhvillu sportist, me kriju rezultate, me gjenerata të reja, nuk është me konë investitor ose me investu në renovime ose ndërtim palesër, neve s'na lejohet as me ligj ajo. Një pagesë që bojmë na për renovim palesrës, ajo neve nuk na pranohet sepse renovimet, ndërtimet këto shkojnë me tendera, nuk është ajo çështje që duhet na si klub me investu në palestra, qofshin ato private ose shtetënore. Sa është puna jonë. Në fund fundit unë mendoj që neve ato problemet shtetënore komunale, problemi i komunës ka porë ose nuk ka porë, qeveria ka porë, nuk ka porë. Problemi jonë. Ne meritojmë me pas një palestër. Na nuk meritojmë me trajtuar këtë formë na lën rrugë. Se ku i gjon parat ata neve nuk na intereson kjo. Nuk është as punë jona. Thon drejtën, jam jashtëzakonisht i zgënjym që ne
dikun deri tash ti 15.000 euro i kemi shpenzuar në renovim palestra për mi bë do kushte mi improvizu me mund të mi zhvillu ndeshjet. Edhe kjo është pak e rëndë se ne funksionojmë për sponsorëve, ne e zhvillojmë këtë aktivitet fol do burrave të mirë të Stugut, po them kështu fol do burrave të mirë të Stugut, që kanë biznese, edhe i dojnë porët pej mjetet materiale pej biznesit tyne, njau nda klubet handbollit të Stugut për mi zhvillu aktivitetet tyne, me udhtu, me pas ushqim për lojtarët, me pas rekvizita, me pas çështjet që janë sportive. Po ata neve nuk na japin, por na më renovu palestra. Ato pora janë që do të më funksionu klubi, me gjitha, me paga, me ushqim, me transport, me gjitha çka duhet, me pagesa ndërkombëtare, kombëtare çka duhet për një klub, dhe vërtet kjo propos që neve na ka lënë rrugë, na ka dëmtuar shumë edhe buxhetin e klubit, sepse mjetet e dedikume për pagat lojtarëve, për gjona thjeshta që duhet mi pas një klub, ne po do të mi orientu në për palestra në për Kosovë, ose renovim palestra të nënve që është jashtëzakonisht e pa skandaloze. Tash që shëmbetet me Istokën, ato të vazhdoj garat, apo a keni marrë ndonjë vendim për momentin ne kemi paralajmëruar para ndeshjes në Portugalinë faqen tonë zyrtare, në rrjetet sociale që do ta marrim një vendim të tillë. Për momentin Istoku i ka pezulluar gjitha aktivitetet me shpresë që dikush ka më interesu për fatin tonë, sepse ne nuk kemi fuqi, ne nuk kemi në klubin tonë, llogarinë tonë bankare mundësi as me ndërtu palestër, as me renovu. Nuk kemi kapacitet. Edhe në fundit nuk është puna jonë. Nëse vërtet institucionet e komunës tonë, institucionet e qeverisë tonë, nuk dojnë me boni hap për me shty procesin për para, fatkeqësisht na duhet me ndërprej gjitha aktivitetet. Është për matar keq, sepse përpas që jemi pikë skuadra më të mira senjore, skuadra gjeneratëra të reja që shumica për tyne e kadeteve, shumica për tyne janë antarët kombëtarës Kosovës, janë vendin e parë dhe janë të tëtë ekipa më e mirë e gjeneratëra të reja në Kosovë për momentin, do të thotë me ndalë aktivitetin e tyne në moshën më të mirë kur ato mund me u zhvillu, me u kriju lojtarë që në 10 vjetet e ardhshme, kombëtarja e Kosovës me pas lojtarët e veta të Istogut. Mendoj që kjo është një humbje shumë e madhe edhe për mua si sportist, për mua si trajner sportiv, si pedagog sportiv, është shumë e rëndë që gjithë ky mund që u bë për 22 vjet, gjithë këto rezultate sot me përfundum këtë formë për shkak që kërkuina nuk po intereson çfarë gjendje është jo vetëm klubin Bullit Istoku, por përgjithësi sportet me dorë. Unë jam i zhgënjym edhe në palestra në Kosovë, ku po shkoj kur pjesho shumë palestra sportive me defekte jashtëzakonisht mëdha, të pa mendu me mirë, të pa menaxhu me mirë, të pa ndërtu me mirë, ndërtimet e reja sidomos janë katastrofale. Pa standard. Edhe vetë projekt unë nuk muj me kuptu sa arkitekti është në Kosovë, sepse a din ku vrehet dallimi. Dallimi vrehet për 9 vjet qof me kombëtarën, qof me ekipën time komotu gjithka në për Evropë, edhe kur e shesh palestrat si janë në për Evropë funksionale, si janë projektume, edhe si janë të ne në Kosovë, të vjen keq. Për shembull, e kemi Maqedoninë e Veriut që to ofër, ose Molin e Zi, të gjitha palestrat obligativisht shteti ka pas që palestrat e shkollat mesme mi pas palestrat me dimensionet të ndbut, ku mundet më zhvillu dhe ndeshjet. Kurse sot për shembull në Kosovë, edhe Ministria e Arsimit, unë punoj në arsim që 23 vjet. Gjitha palestrat që i ndërton Ministria e Arsimit i ndërton 27 metra me 15 metra që realisht asnjë sport s'mund me zhvillu në ato palestra. Si duhemi na me pas strategjitë sportit, si duhemi na me pas një të ardhme sportistëve tonë në këto rrethona. Unë të falenderoj shumë për kohën, po uroj që kanë dëgjuar ata që u dashur me dëgju dhe besoj e marrin mesazhin e qartë dhe uroj që ndërmirret diçka në këtë drejtim dhe rregullohet kjo çështje pasi është dëm i madh për sportin e Kosovës në përgjithësi. Pavarësisht është handball, as çfarëdo sporti qoftë, në ardhmë një situatë të tillë është jashtëzakonisht e vështirë. Falenderoj shumë për kohën, ju ka marrë udhimi gjatë derisa jeni këtu në Kosovë dhe nuk keni hezituar me ardhur tek ne, kështu që të falenderoj shumë.
Sigurisht që edhe ne jemi falendërues dhe për këtë arsye s'kam hezitu sepse vërtet Radio Dogaxhini nuk është vetëm tani, po në vazhdimsi sportin në mbullet dhe sportin me dorë përgjithësi është duke kërtuar vëmendje që është një, domethënë, një kontribut jashtëzakonisht i madh, kam thonë disa herë edhe në studio të tjera, po them këtu të jo, gazetaria sportive edhe mediat janë prej faktorëve kyç në zhvillimin e sportit në përgjithësi. Kështu që ju falenderoj edhe ju. Faleminderit shumë. Me Xhimin